Pas sulmit të qenit Pitbull ndaj vajzës 4 vjeçare e cila përfundoi në spital, reagon edhe institucioni prefektit të Qarkut. I kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora, ky institucion thot se prefektja e Visallushi po ndjek me vëmendje dhe shqetësim situatën e krijuar nga qenë Tendacak në qytetin e Vlorës, sidomos pas rasteve të shtuara të ditëve të fundit ku ata po sulmojnë qytetarët, e në veçanti vajzën 4 vjeçare, e cila mori dëmtime në pjesën e kokës në ngjarjen e shënuar gjatë ditës së martë. Prefektja e Qarkut pritet që me një letër zyrtare t'i drejtohet Bashkisë së Vlorës, por edhe ministrive të linjës për të bërë prezent shqetësimin qytetar të qendve Endacak, të cilët janë shtuar në rrugët e qytetit. Prefektja në shkresën zyrtare do t'u bëjë të ditur institucioneve, si dhe ministrive të linjës, situatën më të fundit të krijuar në qytet, e në veçanti në zonën bregdetare nga qend Endacak, që janë kthyer në një shqetësim serioz. Po ashtu prefektja do të kërkojë edhe reagimin institucional me masa konkrete për të larguar qend nga rruga, apo edhe për të marrë masa të tjera për sterilizimin e tyre, me qëllim që shqetësimi mos të shtohet edhe më shumë, ashtu si kundër rreziku, duke qenë se jemi në prag të sezonit turistik. Pikërisht me afrimin e sezonit turistik dhe rritjen e temperaturave, situata rrezikon të përkeqësohet edhe më tej, dhe nëse nuk do të ketë masa konkrete, do të jemi përballë një shqetësimi që do ta kenë edhe turistët e pushuesit që do të vizitojnë Vlorën. Në këto kushte, prefektja e Qarkut, për t'i paraprirë situatës, do të kërkojë nga institucionet që të lëvizin, duke marrë masa konkrete. Nga ana tjetër, të martën, Drejtoria e Veterinarisë pranë Bashkisë së Vlorës, e kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora, theksoi se problemi i qenve Endacak nuk është i ri dhe se zgjidhja përfundimtare e tij kërkon projekte madhore dhe fonde të konsiderueshme. Megjithatë, nisur edhe nga sensibilizimi mediatik dhe reagimet e qytetarëve në ditët e fundit, sidomos në televizionin rajonal 6+1 Vlora, aktualisht po shqyrtohen masa emergjente që përfshin kapjen e qendve Endacak, sterilizimin e tyre, si dhe mundësinë e bashkëpunimit me strukturat përkatëse për sistemimin në qendrat të posaçme për kafshët. Këto hapa konsiderohen të domosdoshme për të frenuar përhapjen e pakontrolluar të tyre në zonat urbane, ndërsa duket se ka një reagim edhe institucional, mbetet për t'u parë se cilat do të jenë masat e mëtejshme për të larguar nga rruga rrezikun që paraqesin qentë Endacak.